Ju përshëndesim i mëngjes të gjithëve. Jemi në kuzhinë drejt për së drejti në Reze Dielli për ju Anvisa që jeni përpara ekranit të Report Televizion, si gjithmonë, si çdo ditë, jemi përpara jush për të gatuar, për të sugjeruar, për të komunikuar bashkë. Do t'i prezantojmë më një herë me recetat e ditës së sotme. Kemi plot ngjyra të shumëllojshme, gjithashtu dhe në shije të ndryshme. Koha si ishte kurrë? E vrentur ishte. Që koha është e vrentur, bëni gati furrën dhe 4 gatime, 3 gatime furr. Në furr i kemi sot gatimet. Të parën për speca. Kemi speca, janë në përgjithësi quhen kontorno, në përgjithësi. Ta themin dhe në gjuhën e duhur. Kemi speca tre ngjyrëshe, po të doni ju mund t'i merrni një ngjyrë, nuk është problem, mjafton që të jenë të mëdha, do të puna partizanëve që janë kështu të gjerë, edhe speca duhet të jenë të tillë që të jetë një vark e plot. Po duhen specat, po i thash patjetër, po duhet pomodorini, më duhen specat. Specat po shkputin e Albana linje nga specat, mbaroi më duhen vezët të ngjyrave të ndryshme kishe. Dhe tek vezët tani kam ndruar pllakën e gramafon, tash e kam marrë bardhat. Po mirë. Sepse më duken këto të bardha. Një Novital, bardhat kuqe janë një që mos u ngelte hatri. Kam qepët e njoma, dhe të qepët e njoma mua më duhen vetëm bishtat, sikurse krip piper dhe ullinj. Është meze faktikisht, që t'i themi më saktë ne në gjuhën tonë. Kripa piperi dhe asnjë gjë tjetër. Marë, janë të kollajta, specat. Shumë mishtore këto specat. Speca zile, që quhen ndryshe, dhe që përdoren kryesisht për mbushje. Nga një domate. Eta vë këtë pak më të voçkur që të kemë unë edhe hapësirë për gjërat e tjera. Për produktet e tjera. Më duhet pakës krip. Dhe nuk haroj një furrë të parangrohur. Edhe ullinjt janë pa bërtham normalisht. Këto masa pastaj do të mbulohen me djathin. Po. Gjuka, koloface, çfarë mund të keni ju në shtëpi. Produktet tona kanë një larmishmëri të sallamerisë për t'i gatuar, për t'i shoqëruar me zet, edhe sigurisht për të provuar shije të ndryshme, duke qenë se në to manifestohen, hidhen, shtohen erza të larmishme. Ja tani dhe disa pjesë nga kolofacet për t'i mbushur dhe djathin, sigurisht është dhe veza pa u përdorur dhe unë t'ju bëj pastaj një përmbledhje që ju në fletoret tuaja t'i shënoni përbërësit e specave të mbushur me djath, mozzarella, me suxhuka po koloface, që mos u marr shumë hapësirën se e shoh që janë paksa më të voçkla. Po edhe gjatë pjekjes ato do të rrudhen, do të zbuten. Opa. Me shmërmirë tani në këtë periudhë, për këto gatimet që janë më të shpejta, të thjeshta nga pak produkte. Libra për vete. Se janë më të lehta. Hajde t'i lexojmë së bashku produktet për speca të mbushura me suxhuk dhe me djath mozzarella të grirë. Ju duhen 4 speca për mbushje të kuq të verdh, 4 vezë, djath mozzarella, suxhuk, domate qershi, ullinj pa bërtham, qep të njoma të grira imët, holl, pjesa jeshile e tyre, një lugë vaj ulliri, krip, piper i zi. Kjo është receta e parë, një mënyrë ndryshe e trajtimit të specave për mbushje. Vezët i çajmë dhe i shtojmë kështu siç janë mbi produktet e tjera.
mund të jetë një ide shumë e mirë edhe për mëngjesin, kjo mbushje, por edhe për vaktet e tjera, pse jo. Mbetet t'i shtojmë tani djathin mozzarella që do të shkrim mbi to. Tek djathi duhet pak si shumë, sepse e dim që pak mbetet kur piqet. Por ne do të kujdesemi që të mos e pjekim shumë djathin. Pak, thjesht sa të ketë atë zbutet. zbutjen. Ju thash në furtë për pikset edhe aprohur, veza. pa tjetër që ju thash. E marrë dhe i vendos me shumë dashuri. Shumë e thjesht ishte, me sa e kuptuam, kaq kollaj, përgatitemi për recetën tjetër tani. I bëjmë dhe një përmbledhje dhe një specave çfarë shtuam brenda për anvisat që nuk na kanë dikur dot që në pjesën e parë dhe ne i mirë kuptojmë, por ka nga ato që ju kanë mbaruar dhe bloku fletoret e shënimit për t'i mbajtur shënim përbërësit. Speca të mbushura me suxhuk dhe me djath mozzarella. Do të merrni nga ato specat mishtor, që janë të kuqe, të verdha, speca zile që quhen ndryshe, 4 të tilla, 4 vezë, ju duhet mozzarella e grirë, suxhuk ose nga produktet e tonës mund të zgjidhni edhe produkte të tjera, ju duhen domate qershi, ju duhen ullinj pa bërtham, qep të njoma pjesa jeshile, vaj ulliri, kri, piper i zip. Të gjithë përbërësit i bashkoni në një tas dhe i mbushni specat, vendosni sipër vetëm djathin, pasi të kenë vendosur vezën e thyer, vezën o vital.